Luizeli reagon pas akuzave për përdorim muzike pa leje, kërkoi falje herën tjetër do ju citoj edhe grupin e gjakut. Pas zërave që kanë qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, ku është aluduar se Kiara Tito është në pritje të ëmbël për herë të dytë, Luizi ka zgjedhur të reagojë në mënyrën e tij të zakonshme, me humor dhe klas. Në vend të një deklarate zyrtare, fituesi i Big Brother VIP publikoi një video argëtuese dhe me tone folklorike, ku shfaqet së bashku me Kiarën dhe vajzën e tyre të vogël, Luna Mari. Me batuta spontane dhe një dozë autoironie, Luizi përgënjeshtroi në mënyrë elegante zërat për një shtatsëni tjetër, duke e kthyer gjithë situatën në një moment të ëmbël familjar dhe argëtues për fansat. Videoja u prit jashtëzakonisht mirë, duke u shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale dhe duke marrë mira pëlqime e komente pozitive. Publiku e vlerësoi qasjen e tij kreative dhe energjinë pozitive që solli në ekran. Megjithatë, pas gjithë këtij entuziazmi, u shfaq edhe një reagim kritik nga kompozitori Driton Fazliu, i cili u shpreh se muzika në video ishte bazuar mbi një krijim ekzistues të kompozuar nga Milaj Mezini dhe orkestruar nga MD Studio. Në vend të përplasjeve apo reagimeve të ashpra, Luizi zgjodhi sërish rrugën e matur dhe me humor. Kërkoj falje, herën tjetër do ju citoj edhe grupin e gjakut, shkroi ai, duke e kaluar situatën me sportivitet dhe duke treguar se nuk ka asnjë qëllim për të përvetësuar apo mos respektuar punën e askujt. Ky reagim i matur dhe plot humor është një tjetër dëshmi e karakterit të tij, duke treguar se edhe në momentet kur përballet me kritika, ai arrin të ruajë klasin, respektin dhe lidhjen e veçantë me publikun. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!